Gjilani ose bastioni i askujt. Në Gjilan për një kohë ka qeverisë Partia Demokratike e Kosovës, pastaj për 2 mandate Lidha Demokratike e Kosovës dhe tash me kryetarin aktual i cili vjen nga rrobat e lëvizjeve të vendosje, Alban Hyseni. Pra nëse ka një komunë në Kosovë që është bastion i kërkujt, është Gjilani. Sot me ne në nacionale është kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës për Gjilanin Riad Rashiti. Riad, mirë se vjen në nacionale. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën Arbëra Dafin. Cilat janë gjosat e PDK-s në Gjilan? A synoni me kthy shkëlqimin e dikurshëm të PDK-s në Gjilan? Unë besoj plotësisht te qytetarët e Gjilanit, të cilët çdo herë kanë ditë dhe kanë vlerësu drejt qeverisjet e kalume dhe në kohën e duhur kanë vepruar për ta dënuar një qeverisje e cila ka deviju prej zotimeve dhe prej premtimeve që kanë fituar besimin e qytetarëve, por ka ditë edhe mjallon besimin atyre të cilët e kanë dëshmuar se mund edhe din me qeverisë më mirë edhe munden me drejtu Gjilanin në një rrugtim, sepse jemi në situatë ku gjendja është e papranueshme dhe besoj që kësaj here PDK-ja është alternativa më e mirë. Jemi partia e cila kemi përgatitur strategjinë tonë, platformën tonë për me qeverisë mirë dhe drejt Gjilanin 4 vite të ardhshme. Zoti Rashiti, në këtë fushatë zgjedhore, na po i shohim disa figura të cilat dorën zemër dhe kryesisht po vinë nga Partia Demokratike e Kosovës me një performancë goxha të mirë, kryesisht në debate televizive, aty ku po prezantohen edhe projektet, planet tuaja për qeverisje, kështu. Edhe njëna prej atyne figurave jeni edhe ju. Si me thonë, ku keni qenë deri tash dhe në cilën pikë mendoni që do ta riktheni qytetarëve atë shkëlqimin e dikurshëm të PDK-s në Gjilan, e cila dorën zemër ka qenë kryesisht në Kreta në Moravën, mirë po me që ju kemi nga Gjilani tash. Unë jam gjatë në politikë, mbi 20 vite, kam qenë strukturat Partisë Demokratike, kam qenë 2 herë, 2 mandate kam fitu Asamblej Komunale, antari Komendit Komunal, kam qenë një ndër më të votuar Partisë Demokratike, po ashtu kam qenë 2 herë drejtar në qeverisjen komunale, në kohën e PDK-s, kur kemi udhëheq, por edhe tash si ish partner të koalicionit. Kontributi jem ka qenë çdo herë profesional edhe në interes të Gjilanit. Unë kam qenë çdo herë në Gjilan, vite ku ke qenë, unë kam qenë çdo herë në Gjilan, mirë po asnjëherë. Është politik sepse është interesant që ju po edhe ka dhe disa figura të tjera të cilat deklarani dhe besoj që ato janë të lehtë të verifikueshme që keni qenë ndër asamblesët më të votuar, gjë që mendoj që është një përparësi mjaft e madhe, kështu që jeni tash edhe kandidat për kryetar komune. Unë në këtë kuptim ju thash ku keni qenë kështu. Po, realisht unë nuk kam tip që imponona asnjëherë, po kam ecur ngadalë për sigurt. Sa kam qenë asambles edhe në kohën kur kemi qeverisë ne, PDK-ja unë kam qenë kritik, sepse mendoj që kritika është mekanizmi më i mirë për me përmirësu veten, partinë tonë, qeverisën tonë, e në veçanti edhe pushtetin kur i opozit. Unë e kam luajtur rolin çdo herë kritik edhe opozitar. Zoti Rashiti, po thoni që nuk impononi, po kjo politike juaja ta themi e butë, a ka dëmtu faktikisht degën e PDK-s në Gjilan, sepse para jush ka qenë kandidate për kryetare Gjilanit Leonora Aliu Bunjoku, e cila tash është kandidate për asambliste me numrin 15 në lëvizjen vetëvendosje. Pra, ju nuk jeni imponu, po ka qenë një kandidate tjetër që tash është me vetëvendosje. Pra, a ka qenë gabim që s'jeni imponu? Unë nuk di, po nuk njifem Gjilan për figure butë politike, ashtu më njohin pak si Okej, po pse s'u imponut në vitin 2021 me qenë ju kandidat për me rrit figurën? Unë mundu me dhon kontributin për me atë ku e kom vlerësu që është ma shumë dikem për me ecë Partia Demokratike përpara. Para 4 vite nuk kanë qenë rrethanat për me dalë kandidat për kryetar komunës, sepse pavarësisht që kam qenë aktiv, pavarësisht që kam pasur përvojë të mirë në qeverisje,
rrethonat kanë qenë ndeg të tilla që unë nuk e kom vlerësu që jam zgjidhja e duhur për me garu. Jo që i kom frigu garës në asnjë mënyrë, po na është dashur për shkak problemeve të shumta që kena pas ndeg, e kem vlerësu që një gru, ndoshta do të ishte zgjidhja më e mirë, por Okej, m'fal, apo më shënë një pyetje çto, po. Mos ta marr fjalën. Te dega PDK-s në Gjilan, pra ju si kandidat i Partisë Demokratike të Kosovës në Gjilan, a shihni, a jeni kritik ndaj degës që ka leju, kandidatën për kryetare me dal në një listë asambles tjetër, si dhe drejtori që ka qenë i Partisë Demokratike të Kosovës, Bajram Isufi, drejtori i Brojtësisë nëse s'gaboj, edhe ai është në listën e vetëvendosjes. Pra, a mundesh më na shpjegoj çka ka ndodhur me degën e PDK-s në Gjilan? Pse ata e pon të arsyeshme me dal në vetëvendosje? Pse ndodhi kjo? Ju jeni gjatë në degën Gjilan, sigurisht e dini pse ndodhi. Shpresoj që na tregon. Degën e PDK-s ka ndodhur shumë gjëra. Po flas historikisht, kanë ndodhur procese kur kena fitu zgjedhje komunale disa herë, 2 herë s'pako, radhazi. Kemi fituar zgjedhje nacionale, pastaj pushteti çdo parti e rrit komoditetin edhe fillojnë ato problemet e mbrëmshme. Na kemi kaluar atë fazë dhe unë njëna shumë mirë që PDK-ja më në fund në Gjilan po rikthehet. Rezultatet e fundit janë tejet pozitive dhe na kanë bërë me u ngrit pas disa palë zgjedhjeve në rënje, kemi rikthyer dhe jemi sot ngarë për me hyrë ballotazh edhe ballotazhin në lërse që kemi të sigurt, në bazë të perceptimeve, komunikimeve që të pa motet të cilat bëhen. Se përket lëvizjeve eventuale të kadrave të PDK-s, ato kanë sigurisht që e kanë pas efektin e vet, po në fundit ka dalë që PDK-ja ka bërë pa të mirë, pavarësisht largimit njerëzve të caktuar, ata kanë zgjedhur rrugën e duhur. Unë asnjëherë nuk kam pas dëshirë, as nuk i kam prinj të largimit të ndonjë figure, po gjithë të fillu prej tash s'po do më kthy mbrapa të shumë figurave të rëndësishme që kanë qenë PDK, ka ndoshta 10 vite që kanë dalë në subjekte tjera politike, po ne kemi rujt strukturën tonë, kena bën reforma të mira, sot lista PDK-s për asamble është jashtëzakonisht e mirë, kemi kuadra të dëshmuara që kanë kontribuar për vendin, për lirinë e vendit, për ndërtimin e institucioneve, profesionistë fusha të caktuara, përvojë gjatë në qeverisje, dhe unë vlerësoj që na jena më të përgatitur për me dhënë zhvillim të Gjilanit. Për figurat që nuk janë sot mesin tonë, kanë një ngarë, është drejt normale të fillu prej shkretajt komunës se ka qenë 2 mandate në PDK-s, se ka qenë rrugën e vetë, nivës në ka arë mirë, po unë mendoj që PDK-ja pavarësisht lëvizjeve e ka gjetë rrugën e vetë, jemi në rrugën e ndërtimit drejt fitores së Partisë Demokratike të zgjedhjeve. Okej, unë e kisha përfundu ndoshta me 2-3 pyetje, veç njëna prej tyne edhe një herë në aspektin politik, edhe 2 tjera që kanë bojnë kryesisht me plan programin e juaj. E para, kjo në aspektin politik është një prej koalicione më të bëjshme në aspektin e lokal, ka qenë koalicioni PDK, vetëvendosje PDK në Gjilan. A mund me na thonë se çka ka ndodhur atëherë kur është prish koalicioni? Edhe e dyta, ose pyetje tjera që kanë të bëjnë me plan programin e juaj është për shembull Anamorova kryesisht është një rajon, një vend i cili njihet ta zonë për tokë bujqësore shumë të larmishme e kështu. Unë pash disa premtime që nuk i ka realizu kryetari aktual, të cilat i ka evidentu GAP-i, pra instituti GAP, edhe njëna prej tyre që amboni për shtypje si premtim u do ke mjafti mirë, po që nuk u realizu, edhe që ka të bëj me tokën bujqësore, është krijimi një rrjetit marketeve me produkte bio pro Gjilanit. Unë vetë e di njerëz meq të cilët e kanë vizituar zonë, edhe kur e kanë pasi me thonë token ati vendi, e kanë krahasu si me, që thonë saj, me hallve, me, do me thonë atë që mirë që është toka bujqësore, e çka mujna me pona edhe në qëtë aspekt, e në aspektin e qytetit, kështu ose të qendrës, çka mujna me pona si edhe banor të asoj zone, diçka që ka me nalon për shtypjen të ardhmen, për shembull me thonë që Meriad Rashitin kryetar, po i shohim çdo 2-3 ndryshime të cilat po na duken të mira, me krahasu me situatën që është deri tash.
Po, janë tash dy tema që marrin kohë, besoj për me i dhënë përgjigjen e duhur dhe të mjaftueshme. E para, unë në atë kohë kur është bë koalicioni, nuk kam qenë për me bë koalicion, me asnjë subjekt politik. Në ballatash kemi qenë marrëveshje me dikon tjetër, pastaj qeverisin e kena formu me dikon tjetër. Ideja ka qenë që pavarësisht të kundërshtimit të një pjesë të madhe strukturës për mos me një koalicion, sepse di që ideologjikisht PDK-ja dhe VV-ja s'përputhen në kur gjë, edhe kjo dëshmoj edhe 16 mujori i bashkëqeverisjes që nuk kem pas mundësi idetë tona, propozimet tona, projekte tona me shtypara, edhe ka ardhur deri në prishje në koalicionit. Pra, i bën që me na vetëdijshëm kemi një koalicion që është problem me funksionu, por pavarësisht sfidave që kemi parashiku e që ka ndalë fatkeqësisht të tilla, ne kena një rrugtimin ton për me zhblloku Gjilanin nga bllokada e cila po shi që ka ndodhur pastaj kur është prish marrëveshja. Pra na kena një koalicion për me dhënë kontributin ton me qëllimin më të mirë, kemi afruar profesionalizmin ton, kemi afruar përvojën ton për me ecë para sepse patëm 8 vite qeverisje të LDK-s që e vlerësuam me të drejtë që nuk kanë dhënë ato që është dash me dhënë 8 vite qeverisje, në investime ka pas ngecje, po ashtu në shumë projekte të mëdha nuk ka pas. Potenciali ka qenë gjithmonë i Gjilanit për me ecë më shumë dhe më shpejt përpara, nuk e dhanë edhe ne mendojmë që ndoshta me këta ajde një kryetar i ri, me vizion të ri, me shumë premtime, me një kulturë që tregoj kënë debate. E ç'është ishte me punu me vetëvendosin me Albin Hyseni? Është e pamundur. Është e pamundur sepse tjetër natyrë ka në publik, tjetër çka flet, tjetër çka deklaron, po në praktik këtë është ndryshe, e ka të aftësinë e paraqitjes publik si njeri mirë dhe i drejtë punëtor, po në anën tjetër vetë punët të cilat kanë mbet në çdo fushë të pakryme, të papërfundume, tregon që për punë nuk është, për menaxhim nuk është, dhe për punë të mëdha sidomos nuk është, dhe kjo është qenë arsyeja që ne nuk kemi mund me leju që edhe PDK-ja të jetë në një Edhe në qëtë pikë jo personalisht e pasi pas ma të letë, që me thonë, sepse sot mund e shpeton që kuham ka dhënë të drejtë. Ajo që së dosh me një koalicion. Nëse flasëm po unë e mendoj që prapë se prapë mirë që këna një koalicion, sepse për 16 muaj ka pas stabilitet. Ama tha që këni qenë kunder atëherë. Po, kam qenë kunder me ju, sepse unë e kom marrë degën e PDK-s në atë kohë, rezultatit cili na ka sjell me 5500 vota, në Gjilan që ka qenë gjysma e votave si bazë që historikisht i ka pas PDK në Gjilan, në ramë shumë poshtë, edhe unë nuk e kom lërësu që pjesëmarrja në pushtet në fuqizon, edhe fokusi jem në atë kohë ka qenë që të rrim në opozitë edhe të restrukturojmë partinë, gjë që e kena bo, po e kena bo mbasi është prish koalicioni dhe kena ecë në rrugën e duhur dhe kjo ka tregu dhe më ka dhënë drejt. Veç edhe një element që kjo mos puna e kryetorit, si që thënë një Albin Hysenit, po përveç mos punës në që di, bile nëse zgaboj kemi pas artikull këtë në nacionale, dega e Partisë Demokratike të Kosovës në Gjilan ka dorëzuar në prokurorinë speciale me Gjosni Padia, diçka e tillë për disa projekte në Gjilana. Më nëshme nga të regu paka shumë për çka bëhet fjole dhe a kopin këtë periudhën e bashkëqeverisjes, a janë veç pas prishjes të koalicionit, për çka bëhet fjole? Jo, flitet bëhet fjallë për disa shkele shumë të rënda ligjore dhe ne kemi paraqit si Parti Demokratike në institucionin ku mirët me këto çështje. Bëjmë periudhën 2 vjeçarit fundit, e para ka të bëj kallëzimi penal i parë ka të bëj me numrin e jashtëzakonshëm të punësumëve që ka bërë në Gjilan, në administratë, në mënyrë të jashtëligjshme, janë 102 zyrtarë. Kontrata në vepër, është kundërshtim plot me zotimin e tina, i cili delte në fushatën e kalume, i thojtë Lutfi Aziri që i ki 52 punësum vepër, po këj buni 102, këj e dyfyshaj, dhe kjo është shkelje që... A janë të dokumentume që janë 102? Unë i kom paraqitë dhe i kom edhe me vete listën e të punësumve që janë 102. Me kontrol mbi vepër? Po, për te kësaj, po flasë të kallëzimi parë penal që nga dorëzu, është edhe punësimi i 40 mjekëve me kontrata të ndryshme. Njëra për tyne është blerja shërbimeve
përmes tenderit me Kosova Medi, një kompani e cila afron shërbime mjekësore, që këtë është në rregull nëse ka qenë nevojë për me e plotësu stafin e sistemit qendror në Gjilan për me ofruar shërbime më të mira qytetarëve, pacientëve, sigurisht, po ja ka ndodhur jo për këtë qëllim, po ka ndodhur për miratu njerëzit të cilët në konkurse të rregullta i punësonte edhe i kanë punësu të gjithë familjarët e vetë, kryetari i komunës bashkë me kryesuesin, drejtorët komunal, deputetet, asamblestët, të gjithë kanë punësu familjarizma në këto konkurse të rregullta për me i nal pastaj zonat, mos me shku në gjykata, i ka marrë ka qitë tender, ka dhonë 500.000 euro tender për me i sistemu mjekt pa asnjë procedurë, pa asnjë kriter, i ka marrë ka sistemu për me bleheshtjen. Domethënë, është numër ekstrem, e ka dëmtu buxhetin e komunal jashtëzakonisht shumë. Unë kam dëshmi të rëtë këna paraqitur edhe në prokurori, për çdo vit komuna e Gjilanit ka pagu 700.000 euro vjetore pagat të jashtëligjshme për miratu familjarët e vet. Kjo është humbje shumë e madhe e Gjilanit. Që i bie për 2 vite dikon mbi 1 milion euro. Për 2 vite janë mbi 1.4 milion euro vetëm kontratat punësuar këtë farë forme. Padia dytë, apo kallëzimi i dytë penal, ka të bëjë me të gjeturat e auditorit të përgjithshëm kombëtar në komunën e Gjilanit për vitin 2024, ku ka vlerësuar se ka pas keqpërdorime në procedurat e tenderit, ka pas tekalime të buxhetit në projektet e shumta që kanë dhënë, ka pas ridestinim pa vendim kuvendit komunal buxhetit që është kundërshtim me ligjin, janë konstatuar pagesa përtej asaj që është e planifikuar në projektet e caktuara, ka pas rritje të vlerat projekteve dhe shumë shkelje të mëdha, e njëra ndër to është keq planifikimi i buxhetit komunal dhe si pasojë Komuna e Gjilanit vendimet e gjykatave përmbaruesve ja kanë marrë 7 milion euro prej llogarive dhe si pasojë 534.000 euro ka pagu komuna vetëm kamata, interesa dhe shpenzime administrative për përmbarues dhe për gjykata. Edhe shumë shkelje tjera. Po shumë herë të arsyetu vetëvendosja në Gjilan këtë punën e përmbaruesve dhe borxheve që i ka të trashëguar me disa prej tyre prej qeverisë së kaluar të LDK-s. Nuk e di sa është e vërtetë që ndoshta i ndjeshin këto politikat lokale i nikon opozita dhe LDK-s. Çdo herë është lujt me shumat e borxheve. Ne kur e kemi pasu pushtetin në 2013, i kemi pas trashëguar i kena pas lënë obligime 4.1 milion euro borxhe, saktë di me shifra. Ndërsa kryetari që fitoi pushtetin dhe ke kalon mbi 10 milion euro borxhe LDK-ja që nuk ka qëndruar. Kur erdhi Albani në qeverisje, deklarantë që janë 28 milion euro borxhe, në realitet kanë qenë 11 milion euro borxhe, po tjerat kanë qenë detyrime kontingjente, që quhen ato shpenzime apo ato obligime që priten me ndodh më bëhe reale sepse ka pas shumë raste të shpenzimeve në procese gjyqësore. Dhe prandaj quhen kontingjente, ndërsa këto reale kanë qenë 11 milion euro. Këto është e vërtetë që ka pasur në borxhe trashëguar pe qeverive, po këto gjithmonë kanë më qenë një biznes i vogël edhe secila kompani ka obligime që bartë, po nuk është arsye për me mbet komuna e bllokuar që ka bllokuar kë. Sepse po flasim për 7 milion euro, po e zonë që pas ka qenë pasojë e borxheve. Po unë kam paraqitur në të kaluar 140 milion euro investime që ky kryetar i ka pas të buxhetuara, të kontraktuara me ministrit, me qeveri, me donatorë dhe ato projekte, asnjë prej tyre vetëm nuk është përfunduar. Disa ka nis, disa fare nuk ka nis. Prandaj ai e ka luajtur çdo herë rolin e viktimës në Gjilan, tu akuzu që PDK-ja, opozita, kuvendi komunal, herë thot qeveria, herë thot kryeministri, herë thot ministri, por realisht paaftësia për punë është e vetmi argument. Po vlerësoni që veç është paaftësi për punë, nuk ka të bëjë me ndaj dallaver kështu korruptiv, ndaj rrjet të organizuar të përfitimit, apo është veç thjesht paaftësi? Ka elemente të tilla, po unë jam person që nuk flas kurrë pa fakte. Faktet mundon na mi paraqit kur është vendi dur dhe ku a dur. Ne për ato të gjetura i kemi dërguar në prokurori, ka argumente të tilla plot sepse i përmendni vetëm 2. E patëm projektin e stadiumit të Gjilanit. I njëjti projekt. I njëjti dosje të nderit. Është kontraktuar është dhënë Gjilan të nderit 2 milion euro më shumë se sa kur anulu me të drejtë operatorët ekonomik. Ja mor ministria të drejtën komunës me zhvillu procedurat e tenderit, e mur edhe e kontraktoi një operator, bile e thamë atë njëjtin, me 2 milion euro më lirë. Tash nëse kryetari ja ka dhënë 2 milion euro më shtrejt, atëre
a ka pikpyetje këto që ka dash me nduan të 2 milion euro. Tjetra, që ka ndodhur me një projekt se ka shumë të tilla. Unë nuk më me thonë që ka korrupsion për diçka s'kan fakte, po dyshimet janë të qarta këto. Është Kul Qendra, një projekt që është kontraktu në mes komunës së Gjilanit, mes Alban Hysenit edhe Ministrisë Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Kul Qendra për 733.000 euro është shuma e saktë e marrëveshjes së mirëkuptimit për me ndërtu atë projekt. Çka ka ndodhur? Kryetari i komunës me zyrën e prokurimit, me hartuesit e projektit e kanë rrit vlerën, e kanë bën 1.280.000 euro. Dhe thonë për rreth 500.000 euro e ka rrit tenderin për të njëjtin projekt. Është pjesë e dosjes që keni dorëzuar? Jo, kjo nuk është. Okej. Kjo nuk është, po i kam shënimet edhe këtu ja fol. Janë, e tash çka ka ndodhur me atë projekt? Nuk përfundon këtu krejt. E ka rrit 500.000 euro, por tash punimet janë ndal. Këtë projekt janë ndal. Jo mungesë financave, jo mungesë të problemeve të tjera kur fare, po për shkak se projekti që është kontraktu nuk e ka pas përfshin interierin edhe akustikën mbrana Kul Qendrës. Që i bjen, dohet edhe një tender, edhe një kontrat me e bo shtesë për me finalizu si projekt. Kjo do mund të tregon që e ka dyfishu 733.000, 1.280.000, ta është do të disa qindra mijë euro për e përfundu. Ka shumë elemente të tilla që dyshohet për keqpërdorime, po përderisa nuk kena argumentet mendoj që duhet të marrë dikush tjetër. Se jemi ka fundi krejt, po duke qenë që Gjilani prosh qeverisë prej një partie politike si vetëvendosja, natyrisht disa investime sa dole të themi të vogla ose të mëdha s'ka lidhje që kanë ndodhur atje janë shfrytzuar prej anës së pushtetit për një farë le të themi propagande me që edhe është qeverisë prej njeriut të partisë së tyre. Për shembull, një prej tyre është mund kujtohet ka qenë rruga prej aty daljes në Gjilan ka ana e Prishtinës deri te fshati për Lepnicë nëse nuk gaboj, një rrugë e cila nuk e di në kilometra mund të jetë 2-3-4 kilometra më shumë. E për shembull prej pushtetit këtu në qendër është shfrytzuar me thonë që është rruga Gjilan Bujanoc. Edhe sa keni arrit me, si me thonë, me e zhveshqit propagandë, e cila e ka prek edhe komunën tuj, edhe për fund nëse mundesh që ato që me na i tregu 2-3... Po, na i 100 ditë që si mundet më duhet me Eliade Rashidin. 2-3 projekte të cilat neve këshin me na bo me thonë që po na duket që Gjilani ka ndryshu diçka për të mirë. Unë me shënu dhe pëse sublimojnë me në gjithat, për njësit e para. E para të me thonë kështë kjo propaganda që i kanë ndihmu aty ku qeverisë vetëvendosja në nivel lokal, në që ato komuna që i ka, përfshi edhe Gjilanin, që i kanë ndihmu, po që është shfrytzu prej pushtetit, pra që kjo rruga e cila ka qenë shumë qesharake, sepse unë shumë shpesh i bia soj rrugë, është një rrugë shumë e shkurt për me qujti segmenti, ose rruga Gjilan Bujanoc. Abin edhe sa i ka Bujanoci prej atje. Kjo është që këtë terminologjia Gjilan Bujanoc është përdorur prej 2 kryetarëve, ti aktual edhe ati para këtina, ushqu që është për me tregu që na lidhë me autostradë. Po. Përndryshe propaganda është me instrumentit me të cilët kanë ardhur në qeverisje edhe në Gjilan në Kosovë. Me propagandë e kanë shty këtë 4 vjeçarin, edhe sot me propagandë po tentojnë të marrë pra besimin e qytetarëve, po mendoj që kjo nuk ju dhezma, sepse po shihet që 4 vite njëtat fjalë, njëtat zotime, njëtat arsyetime nuk funksionon. Përndryshe ajo rrugë ka përfunduar, është nisë kohën e LDK-s, dhe është përfunduar më në fund njëra prej hyrjeve Gjilanit, ndërsa tjetra Gjilan-Prishtinë hyrja, që është më pak se 1 kilometër, nuk ka arrit me u përfundu. Ka është e njëjta gjendje, para 4 vite është e njëjta gjendje. Nëse zgaboj të rruga Gjilan Bujanoc, patën dolë qytetarët e biznesit e patën blloku rrugën. Pastaj u ose aty ka ndodhur. Është aty këta Gjilan Prishtinë me dolë mja. Ka ndodhur sepse ajo rrugë ka bërë shumë Gjilan për Lepnicë, çfarë Bujanoc, Gjilan për Lepnicë, po. Ajo rrugën ka shkaktuar shumë probleme bizneseve, kanë pas shumë reagime edhe bllokova të rrugës për makesh, për fatkeqësisht edhe ka pas edhe humbje të jetë njerëzit në të, për shkak që rrugën që asfaltojshin sot, herë e ktheshin 2 kaje, herë 1 kaje dhe ka pas një viktim, një djalë të ri që në ka keq shumë. Po domthonë papërgjegjësi totale e organizimit të krye punëve në teren. Sa përket për Gjilanin çka keni me bë? Unë mendoj që Gjilani, unë e kam çujt platformën time dhe e kam dhënë në 2 faza. E puna e parë, apo faza e parë,
2 vjeçare ka me qenë përfundimi i projekteve që kanë ngecë dhe janë bloku për shkak të keq menaxhimit. Hapi parë do në shkja dhe faza 2 është kur ne do të investojmë projekte të reja që kena në platformën tonë. Në një qëndicin e parë, unë jam fokusu edhe kam fokusu me marrë vendime të rëndësishme. E para është themelimi i këshillit të ekspertëve me të cilët unë kam qeverisë 4 vite dashme. Nuk mjafton drejtorat politik, po dhe pas njerëz me të cilët ti kemi dhënë prioritet edhe investimeve, edhe projekteve, edhe zhvillimit të komunës Gjilanit. Sjapi dytë ka me qenë plani zhvillimor komunal. Është një për problemeve kryesore në Gjilan. Sot kemi devijime të jashtëzakonshme të ndërtimeve prej zonave ku i është ndrru koeficientet e ndërtimit në kohën e LDK-s, edhe këta të VV-s dashtën me bo disa lëvizje të kësaj natyre. Sa është koeficientin false, edhe që po diskutohet shumë në për... Edhe të si numer, po njerës po kanë qep me ditë si kate, të janë njës prej mejes, që s'jam shumë mirë. Me planin zhvillimor komunal, koeficienti është 4.1, deri 4.1. Planet rregulluese urbanistike kanë qenë 2.8, 2.6, varësi për zonave 3.2, me disa vendimet të jashtëligjshme që në kohën e LDK-s, dhe cilat e kemi depunu me kohë në organet e drejtësisë dhe ende nuk është marrë në një përfundim që ka ndodhur me to. Po kthehen atë ajo në qendicë që parë. Në Gjilani domthonë sot qyteti i Gjilanit është në gjendje kaotike se përket infrastrukturës. Po mund është për një qendit me ndrejsh këtë rrugën ka të jap ne. Për një qendit kërshë kanë bërë. Jam i bindur edhe janë mundësitë edhe buxhetore, edhe kompanitë janë serioze, ato nëse i rrengati, po jo kompanitë serioze nëse kryetari i thot sot jam fushat, del nëse një punë që to se bëdëna me bo një video me kryeministrin, i mberë kompaninë nëse me një projekt e njësë. Mas 3 dite e lon punën, ka 10 raste, e lenat punë, harran që ka njësë, dhe shkanën e qonë dikon tjetër një të kompani, sepse Gjilani janë 2-3 kompani që marrin punë krejt, që janë të lidhuna 100% e pushtetin, edhe ajo është tem veti, po unë në qëndicin e parë, jam zotu për qytetarët e Gjilanit, s'pako i kam 3 prioritete, edhe që kam i krye. E para është riparimi i shpejt i infrastrukturës në qytetin e Gjilanit. Për 3 muaj unë jam i bindur që ato do të më angazhu fokus të veçantë me kthy gjendje normale në komunë Gjilanit, me funksionalizu infrastrukturën ku automjetet qarkullojnë në rrugë normale edhe këmbësor po ashtu. E dyta, prioriteti imi i shpejt ka me qenë zgjidhja e problemit të qenëve ndacak, sepse është një për problemeve kryesore. Kryetari tash fushat e ka dhënë tender 400.000 euro, jo për ndërtues rrejmore, ashtu që ne kemi propozuar dhe ka marrë vendim kuvendi komunal, po edhe atë vendim e ka shtrembruar, ka shpërdor dhe nuk ka shpall tender për ndërtim të rrejmorës, po ka dhënë tender për me i trajtu qenë ndacak, 2-3 ditë me shku me i lëshu prapë në rrugë. Të qenë do të mi trajtu në mënyrë humane, mi janë ndërtu strejmorën, mi janë kriju kushtet e mira, mbikëqyrjen, në mënyrë që të ketë kontroll, sepse gjendja nuk është mos tham alarmuese, po qytetarët po friksohen, po sulmohen, edhe qenë po sulmohen prej njerëzve, po ashtu, e do të me pas një kujdes mirë. Prioriteti treti jemi është funksionalizimi që kam thonë është absurd për një qeverisje për 4 vjetë, një donacion për qeverisë Kuvajtit, 2,5 milion euro është dërtu për fshatin social, për nënat, për gratë, për e nga dhuna familje, për fëmijët me nevojat veçanta, për personat me aftësi të kufizume, për pleqët, moshorit. Ai projekt është që 5 vite i përfundum e ka të furnizuar me inventar, me gjithçka, dhe sot fëmia nuk e besoni në çfarë kushte OJC që mirën me kujdesin për fëmijë, çfarë kushte sot i kujdesen për ata fëmijë. Është pranë e shkojnë banesa kolektive në katën e 6-7, nuk kanë as ashensor për mi marrë me i vartë me çu njerëzit fëmijët e tyre në kujdese. Kështu që ne kemi shumë punë, por një ditë që para së gjithash për kushtimi jonë, energjia jonë është tetë e madhe dhe unë besoj që në vitit të parë kemi përfunduar shumicën e projekteve që janë në realizim, ndërsa do pak më të mëdha kemi realizuar 2 vitet e para, ndërsa 2 vitet e tjera të qeverisës kemi zhvilluar komunën e Gjilanit edhe me disa projekte të tjera që i përkasin edhe infrastrukturës, edhe arsimit, edhe shëndetësisë, edhe infrastrukturës publike, edhe bizneseve, sepse sot biznesi Gjilan përballen, i vizitoj çdo ditë bizneset Gjilan, përballen me një problem, me disa probleme shumë të mëdha, duke përfshi infrastrukturën që kanë të degraduar në secilën mini zonë ekonomike. E mos flasmi për zonë ekonomike e cila
përveç që është diskutuar 2 herë për këtë kryetori, asnjë punë nuk është vazhduar tutje. Autostrada gjithashtu është problemi kryesor për biznesin, sepse për më ardh Gjilan unë sot i vona më ardh 1 orë gjysmë për Gjilanin më ardh në Prishtinë për shkak të dështimeve të mëdha të qeverisë dhe të nivelit lokal edhe qendror. Kështu unë për fund i kam edhe 2 pyetje. E kam një pyetje kështu që ja bëj këndet që kam prej kandidatëve për kryetor, është a shihni më të arsyeshme me dal me ofertë para qytetarit me tregu cili ka me qenë ekipi vet. Si më thonë, cili ka me qenë drejtori financave, cili ka me qenë drejtori bujqësisë, me pos ekipin Riad Rashiti konkuron këto zgjedhje me këtë ekip. Sepse pastaj po na ndodhin befasiç, na ndodhin në nivelin qendror me Dim Albashën kryetar të kuvendit, a është më mirë me dal me ekip, me thonë ç'ky është ekipi jam, çto kam me pas drejtor për këtë punë, çto drejtor për këtë punë. A shihni edhe ju, unë shoqëroj që është mirë me dal me konkuru me ekip. Ekipa me të cilën kam me qeverisë, 4 vitashme, është në brenda listës për asamble, aty janë kuadrat më të mira që kena na. Nështë qytetarët nuk e di si më thonë cili është eksperti i ekonomisë, ose cili është... Unë mendoj që na kemi doktor shkence, listë tonën. Unë titull doktor shkence. Kena arkitekt, inxhinier me përvojë shumë vjeçare në qeverisë komunale. Kemi nënkryetar të komunës që kena pas, nënkryetar partisë, kemi drejtar të suksesshëm që sot udhëheqin. Kemi afares të suksesshëm që kanë dëshmuar që dinë ka me orientu investimet. Kemi në Arsem me përvojë mbi 20 vjeçare në Arsem. Kemi në udhëheqje të institucioneve të legjislativit, të gjitha kuadrat më të mira, të dëshmuame, të pa përfolur për keq përdorime gjatë karrierës vet politike, të dëshmuar. Unë mendoj që nina shumë krenar që kam një ekip kaq të mirë të listës, mos flasit për djem të ri, vajza të reja që kanë kryer studime në universitete prestigjioze, janë me fakultete, janë me mastera, deri te në këtë drejtim veç edhe që të pyetje të fundit. Në zgjedhjet e përgjithshme në Republikën e Kosovës prej degës së PDK-s në Gjilan nuk doli asnjë deputet në Kuvendin e Kosovës. Ju si udhëheqës i degës të PDK-s në Gjilan, a keni menduar paktën ose a keni të strukturuar qysh ka me qenë PDK-ja edhe një herë, qysh ka qenë ma herët, atraktive për të rit. Si me thonë, një djalë i ri, një çik e re me qenë atraktive për to me vazhdu karrierën politike në PDK, sepse shpreson me u bë deputet, me ndërtu një karrierë etj. E që në zgjedhjet e fundit të përgjithshme kjo nuk ndodhi, se nuk shkoi asnjë kandidat i PDK-s në Kuvend Kosovës. Pra, keni një platformë që shihni si me thonë me bo atraktive partinë e juj, ma atraktive se vetëvendosjet, a zonë. Qa ka ma shumë vetëvendosja në Gjilan që është atraktive për të rritë që se ka PDK-ja? PDK-ja në Gjilan, e thash edhe më herët, është në rrugën e rritjes, o jemi në rrugën e fitores të zgjedhjeve komunale, dhe fitore ajo në këto zgjedhje komunale jemi bindun që në zgjedhjet e ardhshme nacionale ka me pas përfaqësim dhe ka me pas deputet në Kuvendin e Kosovës, sepse ka mu dëshmu që me përfaqësues të PDK-s në Kuvend të Kosovës edhe punët edhe vendimet kanë me qenë në interes të komunës Gjilanit, pa dash me bisedu edhe me folë sot për deputet e subjektive tjera politike, që për 2 mandate nuk e di nëse njëherë dikuj një zonjës apo 23 të subjektive që sot udhëheqin me Gjilanin nuk kanë dëgju zonit për ta. Unë nina jashtëzakonisht mirë dhe falenderoj edhe me njës për kandidatët që i kena pas në listë PDK-s, të janë nisë prej profesorit Albert Mustafa, një kuadër jashtëzakonshëm, edhe të tjerët të kena pas, mos të përmend shumë bëj diskriminime, kena pas nënkryetarën e degës së PDK-s, drejtoreshën e shëndetësisë Aurorën, ke pas kryetarin e Rinisë Demokratike për me dëshmu që Rinisë na i kemi dhënë për kraje dhe kjo është ndoshta edhe arsyeja që do është arsyeja rinia e marrë. Unë mendoj që sot ne patëm para disa ditëve, para 2 ditë një takim me student Gjilanit, në Gjilan në rinia më nuk është ajo që ka qenë para 4 vite. Nuk i beson më një subjekt politik i cili ka premtu gjithçka, ka pas premtime të jashtëzakonshme, po në fundit ka ardhur. Pro ju shihni se Partia Demokratike e Kosovës është në çat rrugën e... Unë besoj plotësisht që qytetarët e Gjilanit kam në dhënë besimin, ne kemi qenë ballotazh, edhe në ballotazh unë jemi bindun që cili do të jetë kundër kandidatit im, qoftë ky që ka dhënë me komunën, qoftë ai tjetri që është ngarë për një subjekt politik, unë kam e dëshmu para qytetarëve se jam i përgatitur, i kam njerëz të duhur, e kam platformën e duhur dhe e meritoj me pas besimin e qytetarëve për të mirën e Gjilanit.
Zoti Rashidi, faleminderit shumë. Faleminderit shumë Faleminderit atë juve për mundësi që na i dha sot veçanërisht bashkë me ju.